gaz amerikane. Centrali i ri me qëmër. Kapacitetet diellore edhe gasi 100 euro, 300 euro, 50%. Dhe prodhimit vendor. Më shumë para për pensionistët, miliarda euro për ushtrinë dhe zotime për rritje të prodhimit të rrymës. Por çfarë po premtojnë konkretisht partitë politike në Kosovë për 4 fusha: energjinë elektrike, politikat sociale, sigurinë dhe raportet me aleatët ndërkombëtar. Prej termocentraleve të reja deri te stabiliteti energjetik. Këto janë planet e lëvizjes vetëvendosje, Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike dhe Aleancës për Rrymën. do të investojmë pashtu në Ferizaj me centralin e ri me gaz dhe atë gaz amerikane. Çmimet e rrymes nuk do të rriten në mandatin ton as edhe 1 cent. Kapacitetet e burimeve të ripërtrishme po trefishohen. Nga projektet e nisura do të kemi së paku 305 MW kapacitetet të erës dhe 250 MW kapacitetet diellore, po e planifikojmë edhe gasifikimin e qymyrit për prodhim të energjisë. Kapacitetet reja energjetike, edhe mbi bazën e thënqillit, edhe gasi, edhe energjia ripërtritshme. Do të rinisim me njëherë projektin e gasjellësit dhe do të ulim të vëshën e rrymës. Gjithashtu, për të garantuar pavarësinë energjetike të Kosovës, do të ndërtohet termocentrali i ri me qëmër. Kur bëhet fjalë për mbështetjen sociale, partitë fokusohen te pensionet dhe te pagat e sektorit publik. 50% rritje pagave për të punësuarit sektorit publik. 50% rritje për pensionet dhe gjitha ndihmat sociale. Shtesa mujore për secilin fëmijë deri në moshën 16 vjeçare me mbështetje të drejtë për gratë kujdesare dhe me 2 fishim të pensioneve pa asnjë pension Kosovë nër 300 euro. Aleanca rritjen e pensioneve dhe ndihmën sociale do të realizojë përmes zgjerimit qëndrueshëm të biznesit dhe prodhimit vendor. Secila gjysh apo secili gjysh pensionist që kujdeset për mbesa dhe nipa të moshës prej 13 deri në 36 muaj, kur të dy prindrit janë në punë, do të përfitojë 100 euro shtesë mbi pensionin ekzistues. Në mandatin e ardhshëm do t'i dyfishojmë shtesat për fëmijë nga 30 euro në 60 euro dhe nga 45 euro në 90 euro për çdo fëmijë. Në fushën e sigurisë, partitë vënë theksin te forcimi i kapaciteteve ushtarake dhe të mbrojtjes. Në mesin e zotimeve, LVV-ja parasheh krijimin e një mekanizmi të ri të mbrojtjes. Gjatë këtij viti do të inicijohet nisma ligjore dhe do të themelohet Gjandarmeria e Republikës Kosovë. Për ushtrinë tonë, gjatë 4 viteve të ardhshme do të ndajmë mbi 1 miliard euro. Aleanca në programin e saj parasheh ndarjen e 2.2 miliard eurove për mbrojtjen gjatë mandatit 4 vjeçar, si dhe krijimin e një njësie kombëtare të pajisur me 8 helikopter. Krijimin e një njësie të helikopterve e ka të shkruar në programin e saj edhe PDK-ja. Sipas partisë, kjo njësi do të shërbej për forcimin e sigurisë kombëtare dhe për reagim më të shpejt në raste emergjencash. LDK-ja premton se do të sigurojë ndërtimin e 4 kazermave të reja dhe të një spitali ushtarak, si dhe banimin për ushtarakët e Kosovës. Ku do të jetë fokusi kyç i 4 partive më të mëdha shqiptare në politikën e jashtme? PDK-ja në programin e saj parasheh rikthimin e koordinimit të plot politik dhe diplomatik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa antarësimi në NATO dhe Bashkimin Evropian i vendos si objektiva strategjike. Po të tjerët? Kosova nuk mund ndërtojë të ardhme pa një terren të sigurt dhe të palëkundur gjeostrategjik. Prandaj Aleanca do të jetë garantuese e marrëdhënieve tona të qarta me NATO-n, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian. Marrja e statusit të vendit kandidat në Bashkimin Evropian do të mbetet një nga angazhimet tona kyçe. Synimi ynë është që deri në vitin 2030 Kosova të ketë përmbyllur me sukses të gjithë kapitujt nga procesi i integrimit dhe të avancojë në negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian. Kosova do të ecë përpara si shtet sovran, si aleate strategjike e Amerikës, si antare në NATO dhe si pjesë e familjes evropiane. Deklaratave të partive në tubime dhe qëndrimeve të paraqitura në programe do të përgjigjen qytetarët më 7 qershor
kur vendimi do të kaloj në duart e tyre.